Fitoi mbi $100.000 baste me fjalimet e Trump e vërteta shokuese për punonjësin e Shtëpisë së Bardhë. Një punonjës i stafit teknik të Shtëpisë së Bardhë është përfshirë në një hetim federal në Shtetet e Bashkuara të Amerikës pasi dyshohet se ka përdorur informacion të brendshëm për të fituar më shumë se $100.000 përmes basteve mbi fjalimet e presidentit amerikan. Bëhet fjala për Gabriel Perez, operatorin e prompterit që prej vitesh qëndron pranë presidentit Donald Trump gjatë daljive publike dhe i siguron tekstin e fjalimeve. Sipas hetuesve, Perez ka vendosur baste në platformën e tregjeve online Kalshi duke parashikuar sakt fjalët dhe temat që Trump do të përdorte në deklaratat e tij. Dyshimet janë se ai kishte akses paraprak në fjalimet e përgatitura dhe ka shfrytzuar këtë informacion për të përfituar financiarisht. Për këtë arsye, autoritetet po hetojnë për përdorim të mundshëm të informacionit të privilegjuar. Shtëpia e Bardhë ka njoftuar se Perez është pezulluar nga detyra pa pagesë gjatë zhvillimit të hetimeve. Platforma Kalshi, e cila lejon përdoruesit vendosin baste mbi ngjarje të ndryshme publike, përfshirë edhe përdorimin e fjalëve apo frazave të caktuara në fjalime, ishte ajo që sinjalizoi aktivitetin e dyshim tek autoritetet. Sipas hetimeve fillestare, Perez ka vendosur baste për rreth 12 fjalime të Trump, duke përfshirë edhe fjalimin për përgjendjen e Unionit në shkurt, fjalimin në Forumin Ekonomik Botror në Davos dhe një ceremoni të dhënies së medaljes së nderit. Hetuesit dyshojnë gjithashtu se në disa raste ai ka mbyllur bastet gjatë kohës që Trump po fliste, pasi ka kuptuar se presidenti ka përzyer pjesën e tekstit ku duhet përdorte fjalën mbi cilën ishte vendosur basti. Zëdhënësia e Shtëpisë së Bardhë, Caroline Leavi, deklaroi se Trump e kishte cilësuar situatën një turp dhe kishte mbështetur vendimin për pezullimin e menjëhershëm të punonjësit. Administrata ka rregulla të rrepta etike që presin të respektojnë nga gjithë punonjësit dhe zyrtarët, të shprehur zëdhënësia e Shtëpisë së Bardhë.